Sigurisht që kjo pamje e të shkuarës nuk është ajo që shoqëron fëmijët e ditëve të sotme. Aksesi i gjerë në media dhe internet i ka zëvendësuar orët e kaluara duke luajtur me bashkëmoshatar në orë të ngulura para ekraneve. Në fakt, sipas një sondazhi të Institutit Shqiptar të Medias, gjysma e të anketuarve shohin 3 orë në ditë televizion dhe në disa raste edhe më shumë. Por çfarë do të thotë kjo? Është një nga problemet e shekullit, do thosha unë, që fëmijët shpenzojnë një kohë të konsiderueshme përballë ekspozimit të mediave, por dhe ekspozimit të faktorëve elektronik. Këto faktorë theksohen akoma më tepër dhe le të themi kontribojnë pikërisht në shregullimin që fëmia mund të ketë. Ka izolimin në 4 muret e shtëpisë, pra fëmia fillon të bëhet më jo social. Një pasojë tjetër shumë e rëndësishme që është për të theksuar është që fëmia i merr ose mëson modele sjelljesh pikërisht nga televizori. Sipas psikologës, ajo çfarë ka rëndësi për të rritur fëmijë të shëndetshëm është kujdesi i prindërve. Prindi më së paku të mund të jetë natyral kur mendon në instinktet e veta që duhet komunikoj, është momenti për të komunikuar me fëmijën. Ka nevojë për lojën, ka nevojë për komunikimin, ka nevojë të marrë puthjen kur vritet. Fëmia ka nevojë kaq shumë. Dhe prindi, ajo që duhet bëjë është mundësisht jo më tepër se që ofron dhe që transmeton fëmia.